Këngëtari Christos Santikaj ka kujtuar fëmijërinë e tij, konkretisht periudhën kur u zhvendosën nga Shqipëria në Greqi me familjen e tij. Këngëtari ka rrethyer për mediat greke se nuk është ndjer kurrë si i zhvendosur, pasi është rritur në Greqi dhe ndjet grek. Kujtimet e tij për Shqipërinë janë të pakta, si të shtënat me armë në vitin 1997, të paktën ai ashtu thot. Lidhur me vendimin për të larguar nga vendi i tyre, Christos Santikaj ka shpjeguar se ai është marrë brenda natës, pasi nuk kishte zgjedhje tjetër, sipas medias greke Protothema. Kam lindur në vitin 1994 në Shqipëri dhe kam ardhur në Greqi në vitin 1997. Kam ardhur këtu në moshën e djalit tim. Më duket sikur jam grek dhe jam rritur këtu. Të vetmet kujtime që kam janë të shtënat me armë zjarri, sepse ato në atë periudhë filluan edhe në qytetin tim, tha ai. Christos Santikaj ka folur për hapat e tij të parë në muzikë. Më kujtohet si tani që shkova në një studio, prindërit e mi nënshkruan, por ata nuk e dinin se çfarë. Ata nuk mund të kuptonin se çfarë ishin kontratat dhe të gjitha këto.